Ajo që po shohim në Britani është thjesht një tërmet politik, dhe duhet ju them se kjo ka implikime masive me atë që po ndodh në Amerikë. Të enjtën e kaluar, më 7 maj 2026, Mbretëria e Bashkuar mbajti zgjedhjet lokale. Zgjedhje këto të jetë rëndësishme. Dhe ajo që ndodhi pasi dolën rezultatet, përfaqëson një nga rënjet më të habitshme politike në historinë moderne britanike. Po flasim për llojin e refuzimit të politikave progresive që dërgon valë tronditëse në të gjithë botën perëndimore. Ja ku është përfundimi, Partia Laburiste, e cila është në thelb versioni britanik i demokratëve majtist amerikan, u shkatërrua, u asgjësua plotësisht. Po flas për një humbje aq katastrofike, saqë edhe antarët e saj po kërkojnë që kryeministri i tyre të japë dorëheqjen. Dhe partia që po zë vendin e tyre, ajo fituese, është një parti populiste, anti-imigracion dhe anti-establishment e quajtur Reform UK, e udhëhequr nga Nigel Farage. Partia Laburiste humbi mbi 1000 vende në këshilla. Humbën kontrollin e 28 këshillave në të gjithë Anglinë, dhe i humbi në zona që kanë votuar për Partinë Laburiste për dekada. Disa nga këto zona nuk kanë zgjedhur askënd tjetër përveç Partisë Laburiste që nga vitet 1920. 100 vite dominim u bën pluhur brenda një natet vetme. Në Wales, Partia Laburiste nuk humbi disa, humbi pushtetin plotësisht. Për herë të parë që nga fillimi i decentralizimit në vitin 1999 dhe deri më dje, Partia Laburiste nuk e drejton më Walesin. Nga 96 vende në parlamentin Walesit, tani kanë vetëm 9 vende. Dhe kjo nuk është humbje, kjo është zhdukje. Ky është një refuzim kaq e fortë, saqë edhe ministre e tyre e parë humbi vendin e saj dhe ju desh të jepte dorëheqjen të nesërmen. Dhe kush po e merr pushtetin në Wales? Po e merr një parti nacionaliste e quajtur Plaid Cymru, që fitoi 43 vende. Por ja ku qëndron problemi, Reform UK. Kjo parti e re populiste doli në vendin e dytë me 34 vende. Një parti që thuajse nuk ekzistonte disa vite më parë, tani është partia e dytë më e madhe në Wales. Partia Laburiste, partia që e ka kontrolluar Walesin për gati 3 dekada, ra në vendin e tretë me 9 vende të mjerueshme. Tani, le të flasim për atë që ndodhi në Angli, sepse këtu bëhet vërtet interesant votimi. Reform UK fitoi mbi 1200 vende në këshilla dhe morën kontrollin e 10 këshillave. Dhe këto nuk janë qytete të vogla për të cilat po flasim. Ata fituan vende si Newcastle. Ata fituan në zemër të Partisë Laburiste në veriun industrial të Anglisë, në vende ku punëtorët kanë votuar për punëtorët për breza. Ndaj mund të themi me plot gojë se ky ishte një ndryshim vërtet historik në politikën britanike. Ajo që po shohim janë se votues të klasës punëtore, njerëzit që laburistët pretendojnë se përfaqësojnë, kanë hedhur poshtë politikat progresive në masë, kanë refuzuar imigracionin e pakufizuar, histerinë klimatike, politikën e identitetit shumëgjinor dhe agendën woke. Dhe këtë kundërshi, apo këtë refuzim e bën me zë të lartë dhe të qartë. Farage është personi që udhëhoqi lëvizjen Brexit. Është ai që bindi popullin britanik të largohej nga Bashkimi Evropian në vitin 2016. Pavarësisht se çdo ekspert, çdo media, çdo politikan i establishmentit u tha britanikëve se Farage do të ishte një katastrofë. Ai luftoi agendën globaliste për dekada dhe tani po udhëheq një parti që po u merr vende si laburistëve, ashtu edhe konservatorëve, me një ritëm që askush nuk e shikonte si të mundur. Dhe për Amerikën kjo fitore ka rëndësi, pasi Farage është një mik dhe aleat i presidentit Trump. Ata janë shfaqur së bashku disa herë, ndajnë të njëjtin vizion për sovranitetin kombëtar, kufit e kontrolluar dhe vendosjen e qytetarëve të tyre në radhë të parë. Pra, kur Farage fiton, ku lëvizja e tij ka sukses, kjo vërteton gjithçka për të cilën kanë luftuar republikanët në Shtetet e Bashkuara. Le të kthehemi te masakra dhe t'ju them se në Skoci, ku kishte zgjedhje parlamentare, edhe pse partia kombëtare skoceze SNP fitoi më shumë vende, nuk arriti të bëjë shumicën. Dhe merrni me mend se kush doli i barabartë në vendin e dytë, me të tretin, sërish edhe këtu Reform UK, me 17 vende, sa edhe Partia Laburiste. Në Skoci, një vend që është dominuar nga politika progresive majtiste për vite me radhë, Reform UK kaloi nga një parti inekzistente në partinë e dytë, ose në një ndër 3 partitë më të rëndësishme. Tani po ju them se çfarë ndodhi në Londër, sepse kjo është vërtet interesante. Londra është një nga qytetet më liberale në botë. Drejtohet nga një kryetar bashkie i quajtur Sadiq Khan, progresist, mbështetës i imigracionit masiv, i vetëdijshëm për të gjitha çështjet kulturore dhe i përshtatshëm për keqmenaxhim. Por edhe në Londër, Partia Laburiste u godit rënd. Partia e gjelbër, e cila është edhe më e majtë se Partia Laburiste në shumicën e çështjeve, në fakt fitoi kontrollin e disa lagjeve të Londrës. Ata fituan në vende si Hatchken,
Lewisham dhe Waltham Forest. Të gjelbrit fituan në Londër duke kandiduar kundër retorikës së Partisë Laburiste, fituan duke kritikuar Partinë Laburiste se nuk ishte mjaftueshëm e ashpër në çështje të caktuara, se tradhtoi votuesit progresist, që tregon se koalicioni i punës, ai i majt është përçar. Partia Laburiste po shtrydhe nga të dyja palët. Ata po humbasin votuesit e klasës punëtore që po votojnë në favor të Reform UK, dhe po humbasin progresistët urban që po votojnë në favor të gjelbërve. Kjo është e njëjta gjë që shohim të ndodh me demokratët leftist në Amerikë. Të majtët e Amerikës po përpiqen të mbajnë së bashku një koalicion që nuk ka më kuptim. Pasi nuk mund të jesh partia e miliarderëve të Silicon Valley dhe njëkohësisht e punonjësve të sindikatave. Nuk mund të jesh partia e imigracionit të pakufizuar dhe komuniteteve të klasës punëtore në të njëjtën kohë. Nuk mund të jesh partia e heqjes së fondeve për policinë dhe lagjeve të sigurta në të njëjtën kohë. Dhe kjo është pikërisht ajo që po shohim të ndodh në Mbretërinë e Bashkuar tani. Më lejoni t'ju tregoj për pasojat e menjëhershme, sepse janë dramatike. Kryeministri britanik Keir Starmer u përball me thirrje të menjëhershme për të dhënë dorëheqjen. Më shumë se 35 anëtar të parlamentit të tij kanë thënë publikisht se ai duhet të japë dorëheqjen. Anëtarët e partisë së tij po e braktisin anijen. Ai ka qenë kryeministër vetëm për më pak se 2 vite dhe tashmë populli i tij dëshiron që ai të largohet. Por Starmer doli dhe tha se nuk do të japë dorëheqjen, pasi nuk dëshiron që ta zhysë vendin në kaos. Kaq i pacip është, teksa të gjithë e dinë se ai është vetë kaosi për Britaninë. Kur humb 1000 vende në një palë zgjedhje të vetme, kur humb Walesin për herë të parë në një brez, kur deputetët të kërkojnë largimin, kaosi jeni ju shoku Starmer dhe askush tjetër. Dhe e dini çfarë bëri Starmeri si për të shpëtuar rënimin? Solli përsëri në drejtim Gordon Brown dhe Harriet Harman. Këta emra janë relike nga qeveritë laburiste të së kaluarës. Me dështime pafund dhe Gordon Brown ishte kryeministër shumë kohë më parë gjatë krizës financiare të vitit 2008, ndërsa Harriet Harman ishte zëvendës kryetare vite më parë. Këto prurje është sikur të sjellin demokratët e Amerikës, Joe Biden dhe Nancy Pelosin dhe të thonë: "Këta janë njerëzit tana me ide të reja për të ardhmen." Situata e Starmer është dëshpëruese dhe patetike. Si dhe këto veprime tregojnë se Starmer nuk e ka idenë se si ta ndalojnë gjakderdhjen. Populli britanik po hedh poshtë të njëjtat gjëra që amerikanët i hodhën poshtë kur zgjodhën Trumpin. Ata po hedhin poshtë kufitë e hapur dhe imigracionin e pakufizuar dhe të paligjshëm. Po hedhin poshtë politikat klimatike që shkatërrojnë sektorin e energjisë dhe rrisin kostot e jetesës. Po hedhin poshtë krimin dhe mungesën e rendit dhe sigurisë në qytete. Po hedhin poshtë agjendën globaliste. Reform UK u ngjit mbi një platformë shumë të thjeshtë: kontroll mbi imigracionin, përqendrim së pari të qytetarët britanik, kundërshtimi i woke agendës dhe rivendosja e logjikës së shëndosh në qeverisje. Ndërsa media e konstilacionit dhe establishmenti politik po shajnë tani votuesit. Po thonë se janë manipuluar, po lën të kuptohet se janë disi fanatik ose të painformuar. Është saktësisht i njëjti manual që përdorën kur Trump fitoi në vitin 2016. Çdo gjë bëjnë majtistët, përveç se të pranojnë se idetë e tyre kanë dështuar. Votuesit në këto zgjedhje thanë: "Nuk i duam laburistët dhe konservatorët e establishmentit. Duam diçka krejtësisht të ndryshme. Duam Mbretërinë e Bashkuar të reformuar." Dhe kjo është një kryengritje e vërtet populiste. Është refuzim i të gjithë klasës politike. Ndaj dhe nuk ka për t'i zënë më gjumi politikanët e establishmentit. Si në Britani, ashtu edhe në Amerikë. Populli britanik ka provuar se mund të fitojnë në nivel lokal. Ndaj me katë vrull, kanë energji për zgjedhjet parlamentare dhe mesazhi i fitores së radhës rezonon që sot. Votuesit hodhën poshtë politikat progresive dhe përqafuan agjendën populiste. Ky është patriotizëm, jo ekstremizëm, siç përpiqen t'i etiketojnë majtistët. Por establishmenti i etiketon këto pozicione si të ekstremit të djathtë ose ekstremiste, sepse nuk kanë argumenta kundër tyre. Kur nuk mund ta fitosh dot debatin mbi merita, sulmon lajmtarin, përpiqesh t'i bësh njerëzit të kenë frikë të mbështesin alternativën. Dhe për një kohë të gjatë kjo taktik funksionoi. Njerëzit kishin frikë të quheshin racist ose ekstremist, kështu që heshtën dhe vazhduan të votonin për establishmentin. Por diçka ka ndryshuar. Njerëzit nuk kanë më frikë nga këto etiketime. I kanë dëgjuar kaq shumë herë të aplikuara në kaq shumë çështje, saqë fjalët kanë humbur fuqinë e tyre. Kur i quan racist të gjithë ata që duan kontrollin e kufive, kur i quan mohues të gjithë ata që vënë në dyshim politikat klimatike, kur i quan fanatik të gjithë ata që mbështesin vlera tradicionale, përfundimisht njerëzit nuk u bën më përshtypje etiketimi. Dhe kjo është pikërisht ajo që ka ndodhur. Votuesit e Mbretërisë së Bashkuar që mbështetën Reform UK nuk janë ekstremistë.
Ata janë shofer autobusësh, infermier, mësues dhe punëtor fabrikash, njerëz të gjitha shtresave. Establishmenti politik dëshiron që ju të mendoni se jeni pakic, se historia po largohet nga vlerat tuaja, se rezistenca është feudale. Mbretëria e Bashkuar sapo provoi se gjitha kjo është e pakuptimt. Votuesit mund ta refuzojnë establishmentin. Votuesit mund të kërkojnë dhe të bëjnë ndryshim. Votuesit mund të fitojnë dhe kjo është pikërisht ajo që ndodhi të enjte në Britani. Votuesit kanë folur në Mbretërinë e Bashkuar, e kanë hedhur poshtë të majtën, e kanë hedhur poshtë establishmentin, kanë kërkuar ndryshim dhe ky mesazh do të bëjë jehon në të gjithë botën. Valja populiste nuk ka mbaruar, sapo ka filluar. Dhe ajo që pam javën e kaluar në Britani është provë se kur njerëzit e zakonshëm ngrihen dhe votojnë për interesat e tyre, mund të fitojnë dhe mund të ndryshojnë kursin e vendit të tyre. Mund të hedhin poshtë dekada politikash të dështuara dhe të kërkojnë diçka më të mirë. Kjo është historia e vërtetë e asaj që ndodhi në Mbretërinë e Bashkuar. Mast Channel. Please subscribe.